Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush le të themi këto thashe themet që po fliten lart e poshtë për marrëdhënien e Jozit edhe të Valbonës, dyshime pafund, pikpyetje pafund në marrëdhënien e tyre, situata pafund, por unë tashmë do të sjell një tekst pranë jush në fakt që është për Jozin edhe për Valbonën, që është zbuluar nga një bisedë që Loredana ka patur me Jozin brenda kësaj shtëpie natën e mbrëmshme. Në një atmosferë të tensionuar dhe të mbushur me emocione, banorët Jos Marku dhe Loredana Brati duket se ende nuk kanë gjetur paqe mes njërit tjetrit. Konflikti mes tyre ka marrë një kthesë të re pasi rikthimi i Jozit në shtëpi ka ngritur temperaturat të larta dhe ka krijuar një ndjesi të paparashikueshmërisë brenda mureve të Big Brother. Kaluan vetëm një javë nga rikthimi i tij dhe situatat brenda shtëpisë u ndezën më shumë se kur më parë. Jozi duket se është prekur thellësisht nga partnerja e tij e dikurshme për shkak të situatave të komplikuar që kanë ndodhur brenda shtëpisë, ndërsa dy protagonistët përpiqeshin të sqaroheshin mes vetes. Tensioni arriti kulmin kur Valbona ndërhyri papritur në bisedë. E përballuar me situatën, Valbona e ndjeu se ishte koha për të zbuluar një të vërtet të fshehur prej kohësh. Duke folur me një ton serioz dhe vendimtar, ajo tha: "Jemi ish të dashur." Këto fjalë shpërthyen si një bombë mes banorëve, duke krijuar një efekt domino emocionesh dhe reagimesh të ndryshme. Jozi nga ana tjetër nuk e la pa përgjigje. Ai theksoi me një ton sfidues se çfarë ka pasur me këtë. Çfarë të intereson, se çfarë kam bërë dikur nuk të intereson. Deklaratat e tij ndezën edhe më shumë situatën, duke sjellë në sipërfaqe të gjitha pasiguritë dhe ndjenjat e fshehura. Raporti i tyre që në fillim ka qenë i dyshimt dhe i mbushur me tensione, tani duket se ka marrë një kthes të pakthyeshme, një atmosferë misterioze dhe e paqartë mbizotron në shtëpinë e Big Brother, duke lënë vend për më shumë aludime dhe spekulime mes banorëve dhe audiencës. Të gjithë janë në pritje të zhvillimeve të mëtejshme, teksa tensioni vazhdon të rritet dhe emocionet arrin kulmin. Ky konflikt dramatik ka ngritur pesh shtëpinë dhe ka shtuar intrigën për shikuesit, të cilët presin me padurim çfarë do të ndodhë më tej. Do me thënë, e gjitha ajo që në fakt po përfliteshte apo dyshimet që fliteshin lart e poshtë për veprimet e Valbonës brenda shtëpisë, për reagimet e Valbonës brenda shtëpisë, Valbona që theu kutinë e emergjencës dhe tha që Jozi i njeh vëllezërit e mi dhe është një shok i mirë i vëllezërve të mi, më pas Jozi kur u largua nga shtëpia Big Brotherit për herë të parë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, me një herë krijoi dyshime sepse tha nuk i njoh vëllezërit e Valbonës. Në anën tjetër ka qenë situata e ndërtuar në shtëpi nga banorët e cilët kanë amencuar për një raport të mundshëm të Valbonës edhe të Jozit për një lidhje dashurie dhe nuk ishte një afrimitet shoqëror, ka patur pikpyetje shumë të mëdha, ka patur situata shumë të mëdha, por e vërteta është zbuluar. Do të thënë Valbona dhe Jozi kanë qenë më herët në një lidhje dashurie, ku tashmë Jozi pretendon të krijon lidhje me Olën, ku tashmë Jozi pretendon të krijon ndjesi me Olën, në anën tjetër e lutën Loredana për të krijuar një lidhje dashurie. Do të thënë Jozi është bërë Don Juani i shtëpisë, është bërë ky kapoja i shtëpisë, që në fakt po bën shtëpinë rëmuj, po bën shtëpinë lëmsh me situatat e krijuara. Që Jozi ka patur apo ka një lidhje dashurie me Valbonën apo këto diçka i lidh, ka qenë një dyshim i gjithmonshëm në shtëpi, ka qenë një situatë gjithmonshme në shtëpi, por ka ngritur dyshime dhe aludime. Ne do të presim të shohim se çfarë po ndodh. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të sjellur të rejat më të fundit.